Dalin nga burgu, treta arrestuarit për vrasjen e Martin Çeços. Gjykata Apelit në Tiranë ka vendosur zhvendësimin e masës së sigurisë për 3 nga të akuzuarit për vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço në Korçë. Walter Mollaj, Edlir Mollaj dhe Bledi Angjo janë liruar nga qelia pasi masa e sigurisë ndaj tyre është ndryshuar nga arrest me burg në arrest shtëpie. Ndërkohë për Tina Pajullarin, gjykata ka vendosur vimin e masës së sigurisë arrest me burg. Çështja vijon të jetë në proces gjyqësor. Ndërkaq pas vendimit gjykatës Apelit në Tiranë për ndryshimin e masës nga arrest në burg në arrest shtëpie për 3 akuzuarit e vrasjes së të riut Martin Çeço, ka reaguar në një deklaratë të fortë për mediat babai i tij, duke paralajmëruar vetë gjyqësi. U do ta ndjek që nesër do të Andrej do t'i përvloj atë. Do të bidon me benzinë do t'i përvloj, nuk i le. Kaq. Nuk di. Arrest shtëpie lirim janë ato me birë. Ata lirim janë. Unë më dhim se tjeta fare me birë. Nuk më dhim se tjeta fare, po si shdo ka ata. Nuk i le, ta them tonë, le të më arrestojnë dhe që duan le të më bëjnë. Të da gjera dhe të gjenjë bidon me benzin, do t'i bëlloj si familje. Nuk i le. Se djali më shkoj pa i vaj fare. Ata janë me birë. Ata janë, ka thënë, me gojnë e tyre vetë. E ta që t'i lirojnë ata. Djali nuk pati as takim me qupën as beri. 2 dashnorë në fshat i kishte. Se nuk bërë një krim nga ta, po bërim djalën tem. Ata kanë bjell droga të la, u mëra vesh mirë unë. E për shdo kur djalën tem që ndarë mali 2 veta.